Mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Titujt kryesor. Takime dhe negociata nga Kryesia e Kuvendit te Kryeministria mes drejtuesve të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për të ardhmen e koalicionit Basha Takim Aleatët. Ambasadorja Suzan Shucë deklaron se zgjedhjet duhet jenë të lira dhe sipas kushtetutës, në proces të hyjë çdo parti që dëshiron. Realizohet fluturimi i parë low cost në Shqipëri, Ministri i Transporteve Sokol Dervishaj përveç linjës Tiranë-Bukuresht edhe linjat të tjera. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski deklaron se është faji i Brukselit për krizën, ai e sheh zgjidhjen në duart të Bashkimit Evropian. Nëse nuk ndërhyjnë OKB, do të ndërhyjmë ne në Siri, është paralajmërimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas sulmit kimik që mori 58 jetë pafajshme. Vetëm 5 ditë përpara se afati regjistrimit partive në KQZ të skadoj, eksponent të lartë mazhorancës kanë zhvilluar një sër takimesh në kërkim të një zgjidhje për të rikthyer normalitetin politik dhe për siguruar hyrjen e opozitës në zgjedhje. Rama dhe Meta u takuan në orët e para të mëngjesit, ndërsa gjatë ditës në takime kanë qenë edhe Veliaj, Ruçi, Tahiri, Idrizi dhe Vasili. Me afatet elektorale që po shkojnë drejt skadimit, koalicioni qeverisës është në kërkim të një zgjidhje për të nxjerrë opozitën nga çadra dhe për të normalizuar situatën politike. Në orët e para të mëngjesit, Kryeministri Edi Rama ka takuar kryetarin e Kuvendit Ilir Meta. Takimi mes tyre ka zgjatur rreth 19 minuta dhe në fokus ka qenë ngërçi politik. Fill pas takimit, në zyrën e kryetarit të Kuvendit, ka zbarkuar ministri i Drejtësisë Petrit Vasili, i cili gjithashtu ishte pjesëmarrës në darkën tek zona e Pazarit të Ri, ku dy krerët e koalicionit arritën në parim marrëveshjen për një bashkëpunim tjetër 4 vjeçar. Ndërkohë përballë kryesisë së Kuvendit, në kryeministri, Rama mblodhi bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Kundërta ishte Erion Veliaj, Sajmir Tahiri dhe Gramoz Ruçi. Fokusi i bisedimeve mendohet të jetë sjellja e palëve ndaj zgjedhjeve të ardhshme më 18 qershor. Më vonë, kryeministrisë ju drejtua edhe Petrit Vasili, teksa mendohet se palët kanë negociuar për të gjetur një zgjidhje. Për çështjen e zgjedhjeve, kryeministri ka takuar edhe kreun e partisë për drejtësi, integrim dhe unitet, Shpëtim Idrizi. Majoranca duket se është duke kërkuar një zgjidhje të mundshme për të rikthyer normalitetin politik në vend, ndërsa opozita vijon të jetë në çadër, teksa lideri i saj Lulzim Basha foli për një javë vendimtare, ku zgjidhja mund të jetë afër. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u shpreh gatshëm për të dialoguar me kryeministrin Edi Rama, por tha se kurrë nuk do të pranojë një zgjidhje fasad. Basha paralajmëroi kryeministrin se nuk kërkon pushtet në tavolinë dhe se nuk pranon pazare në kurisë të kauzës për zgjedhje të lira. Duke e cilësuar këtë javë vendimtare për zhvillimet politike, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ju përgjigj kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se është i gatshëm për dialog që ndryshon realitetin në vend dhe jo për zgjidhje fasad. Basha ishte i prerë kur i tha kryeministrit se nuk do të pranojë që dialogun ta kthejë në pazare, ndërsa tha se është i bindur se do përballet me një kërkesë të tillë. Ky dialog politik nuk do të kthehet kurrë në një pazar të pisët të disa politikanëve të opozitës, me disa politikanë mazhorancës, që të vazhdoj komploti ekonomik, që të vazhdoj komploti politik, që të vazhdoj Republika e vjetër, që të vazhdoj mashtrimi, dështimi, vjedhja, papunësia, por do të jetë dialogu politik që përmes standardit europian për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kryetari i Partisë Demokratike foli edhe për komplote politike, ku pjesë është biznesi klient i qeverisë, media, por edhe faktor ndërkombëtar. Komploti Republikës vjetër mbështetet, jo thjesht nga autorët e këtij mjerimi dhe komploti ekonomik, që është kryeministri aktual dhe çeta e tij politike, por dhe nga oligarkët që janë mësuar të vjelin miliona dhe nga kriminalët që duan të vazhdojnë të mbjellin Shqipërinë me drogë dhe nga pronarët e mediave të korruptuara, të cilat janë një pjesë e korporatës që përfiton miliona dhe shqiptarëve, duke treguar gënjeshtra nga mëngjesi deri në darkë dhe një grusht avokatësh ndërkombëtar të kësaj qeverie, të cilët paguen me parat e korrupsionit dhe parat e narkomafjas shqiptare. Në ditën e 47 të protestës, Basha tha se opozita është vendosur të mos tërhiqet deri në plotësimin e kushtit të saj politik për garantimin e zgjedhjeve të lira.
Ndërkaq që kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me partitë aleate. Në fokus të diskutimeve mësohet se ka qenë situata politike në vend. Burime nga Selia Blu konfirmojnë se Basha ka folur me aleatët edhe për qeverinë teknike. Burime nga takimi bëjnë me dije se koalicioni opozitar ka rënë dakord që në kryet kësaj qeverie të mos jetë një figurë politike. Nga Vlora, ambasadorja e Gjermanisë në vendin tonë, Susan Schulz, i ka bërë thirrje opozitës të kthehet në parlament për të votuar reformat të cilat janë të rëndësishme për vendin si ajo në drejtësi. Diplomatja gjermane tha se zgjedhjet duhet të mbahen sipas referencës kohore të përcaktuar në kushtet, por edhe si pjesë e procesit zgjedhor që duhet jetë çdo parti që dëshiron. Në zgjedhje të marrin pjesë ato parti që dëshirojnë. Këto fjalë janë adresuar nga ambasadorja gjermane Susan Schulz, teksa i bëri thirrje opozitës të kthehet në parlament për të votuar reforma të rëndësishme për vendin, si ajo në drejtësi. Schulz tha se zgjedhjet duhet të mbahen sipas referencës kohore në kushtetut. Die Justizreform. Dëshirojmë që zgjedhjet jenë të lira e të ndershme, të zhvillohen siç e përcakton kushtetuta në kohën e dur dhe të marrin pjesë të gjitha partitë që dëshirojnë të jenë pjesë e procesit. Është e rëndësishme që opozita të kthehet në parlament që të jap kontributin e saj në realizimin e reformës në drejtësi, ku Gjermania ka dhënë një kontribut të qëndësishëm. Komentet ambasadorja gjermane i bëri nga Orikumi, ku së bashku me ministrin e energjisë inspektoi punimet e 9 stacionit të ri elektrik. Vetë ministri Gjiknuri tha se kushtetuta flet qartë për procesin zgjedhor, ndërsa vlerësoi se koalicioni është funksional. Koalicioni po qeverisë dhe shembulli sot është një shembull konkret se qeveria vazhdon të funksionojë deri në ditën që është mandatuar nga populli. Zgjedhjet kanë një kuadër kushtetues dhe më pëlqeu fjala që tha ambasadori gjermane, çdo parti është e lirë të zgjedhë nëse do të hyj apo s'do të hyjë në zgjedhje. Ligji shqiptar nuk të detyron të hysh në zgjedhje, së dyti, zgjedhjet nuk janë pronë e partive politike, zgjedhjet janë pronë e popullit dhe janë përcaktuara me kushtetutë. Ka shumë aktorë politik të cilët mund të zgjedhin të hyjnë apo mos të hyjnë. Gjiknuri dhe ambasadorja gjermane Schulz inspektuar një investim shumë të rëndësishëm për jugun e vendit të qeverisë gjermane, me vlerë rreth 6.2 milion euro të nën stacionit të Orikumit, që pritet të përfundojë para verës së ardhshme. Zgjedhjet e 18 qershorit nuk duhet të zhvillohen pa opozitën. Kështu ka deklaruar ministra e integrimit Klajda Gjosha në një prononcim për mediat pas nënshkrimit projektit SMEI 4 që mbështet administratën shtetërore në rritjen e kapaciteteve për procesin e integrimit. Pas thirrjes së kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta për qeveri besimi, edhe ministre e integrimit Klajda Gjosha deklaroi se pa opozitën nuk mund të ketë zgjedhje. Duke folur në fillim të projektit SMEI 4 që mbështet administratën shtetërore në rritjen e kapaciteteve për procesin e integrimit, Gjosha tha se zgjedhjet e lira janë kusht i rëndësishëm për integrimin e vendit. Është për të ardhur keq që vendi ndodhet në një situatë të tillë. Le të provojmë me dialog për të dhënë zgjidhjen vendit, sepse vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Mos harrojmë që zgjedhjet janë sërish një kriter shumë i rëndësishëm edhe për integrimin evropian të vendit. Duhet patjetër të shkojmë drejt zbatimit të gjithë rekomandimeve të OSBE-Odirit dhe kjo duhet ishte bërë me kohë. Në fakt ne jemi shumë vonë. Megjithatë, për të gjetur një zgjidhje asnjëherë nuk është vonë dhe deri në moment fundit ne vazhdojmë të apelojmë për dialog dhe për një ulje të përbashkët mes palëve. Vendi ka sfida para, tha Gjosha, ndaj sipas saj duhet të ndërtohet shteti së drejtës. Shqipëria duhet jetë e gatshme të bëhet pjesë e vlerave europiane, duke ndërtuar shtetin e së drejtës për të shpallur luftë të hapur korrupsionit, krimit të organizuar, duke respektuar të drejtat themelore të njerëzit që përbëjnë edhe bazën e demokracisë. Projekti SMEI 4 parashikon 2 milion euro ndihmë në ngritjen e kapaciteteve të administratës për procesin e integrimit. Policia do të jetë e paanshme në zgjedhjet e 18 qershorit. Kjo ishte përgjigjja e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj drejtuar kreut të LSI-së Ilir Meta, ndërsa jep garanci dhe shton se kompromiset politike rrezikojnë rolin e policisë. Duke folur para kursantëve në Akademinë e Sigurisë, Xhafaj paralajmëroi ndëshkim për cilin do punonjës policie që do të bëhet palë me trafikantët në kultivimin e lëndëve narkotike. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj përgjigjet kreut të LSI-së Ilir Meta, i cili kërkoi që policia e shtetit të jetë e paanshme në zgjedhje. Para qindra kursantëve të rinj në Akademinë e Sigurisë, Xhafaj tha se kompromiset politike në dëm të policisë janë të patolerueshme, pasi rrezikojnë funksionin e policisë së shtetit. Është hap mbrapa që në një shtet të së drejtës të kërkosh që zgjidhjet politike t'i realizosh përmes të ashtushqyrave kompromise që politizojnë dhe rrezikojnë funksionin dhe rolin e policisë së shtetit. Ne e kuptojmë shumë mirë rëndësinë etike që ka sjellja e policisë në një proces zgjedhor.
e dim shumë mirë se çfarë dëmi mund të sjellë edhe për atë forcë që është në qeveri, nëse nuk garanton sjellje dhe veprim të policisë në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin. Ndaj vullneti im si ministr, vullneti i kësaj qeverie për të garantuar zgjedhje të qeta, të lira, të ndershme edhe për sa i përket veprimit të policisë, është i plot dhe i qartë. Përsa i përket kultivimit të kanabisit, Xhafari kujtoi të njëjtin fat si efektivët e Kurbinit, për çdo policë që bëhet palë me trafikantët. Do të ketë ndëshkim për çdo rrënjë kanabis të mbjellë dhe ky ndëshkim nuk do të bjerë vetëm mbi ata që do të tentojnë ta mbjellim, por dhe mbi ata që e lejojnë, që nuk informojnë dhe nuk luftojnë duke u bërë palë me këtë veprimtari kriminale. Qëndrimi mbajtur pak ditë më parë në rastin e komisariatit Kurbinit do të jetë i njëjtë në çdo rast tjetër që do të konstatohet. Ministri i Brendshëm tha se reformimi i institucionit të policisë së shtetit do të jetë në proces vetingu por i vlerësimin e integritetit dhe të figurës. Deklaratat e ministrit Xhafaj u bën në ambientin e Akademisë së Sigurisë, ku u zhvillua ceremonia e fillimit të kursit për patrullën e përgjithshme për 418 kursantë. Kultivuesit dhe trafikantët e drogës nuk do të ndalohen pasi policia po merret me trafikantët brenda vetes. Kështu shprehet ish-ministri i Drejtësisë Ylli teksa vjon akuzat ndaj policisë së shtetit. Përmes një statusi në rrjetet sociale, ai thotë se ende nuk është pastruar policia në zonat ku janë plantacionet më të mëdha me kanabis sativa. Vlora, Gjirokastra, Saranda, por edhe Beratje, Durrësi janë zona ku luhet hashashi i sheshit. Boshatisja e policisë së Lezhës nuk mund të jetë as krenari as alibi për të fshehur kërdin e drogës në qendrat e tjera. Sa i takon policisë në zgjedhje, ajo s'ka rol dhe s'mund të ketë garanci se do të sillet mirë. Që pas vitit 2001, roli ligjor i policisë në zgjedhje është i reduktuar. Nuk dua të besoj se gjua ju shkon aty ku dhemb dhëmbi, por që ta besoj, duhet të shoh të shkarkuar ato policë që haptazi bëjnë fushat për partinë e kryeministrit, përfundon deklarata e ish-ministrit Manjani në Facebook. Kryetari i Komisionit të Zgjedhjeve Denar Biba deklaron se po shkohet drejt një procesi zgjedhor jo perfekt si në Kavaj edhe në të gjithë vendin. Ai theksoi se bojkoti i opozitës vështirëson punën e institucionit që drejton dhe që është i detyruar të administrojë zgjedhjet. Zgjedhjet e Kavajës do t'i kushtojnë buxhetit të shtetit 7 milion lekë. Bojkoti i opozitës ka vënë në vështirësi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për administrimin e procesit të pjesëshëm zgjedhor në Kavaj dhe ato për zgjedhjet e përgjithshme të 18 qershorit. Këtë e pranoi kreu i këtij institucioni Denar Biba gjatë mbledhjes për administrimin e zgjedhjeve më 7 maj në Kavaj. Ne nuk po shkojmë drejt zgjedhjeve perfekte, as në Kavaj, as në zgjedhjet qendrore. Por ne kemi detyrimin si institucion të japim një proces, ndoshta jo zgjedhje, po proces zgjedhor do t'ja japim qytetarëve sa është vlera e përgjithshme këtyre zgjedhjeve të Kavajës. 7.298.405 lekë. 7 milion lekë. Diskutimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve në Kavaj u shoqërua me debate. Po ne gjithsesi duhet ta konstituojmë këtë ZAZ, kështu që na sugjeroni një emër edhe ta mbyllim. Dhe këtë nuk mund ta propozojë drejtoresha e Komisioneve Zgjedhore, as propozimi është informal, propozimi do të mund ta bëjnë propozim dhe nuk mund ta bëjmë emërimin ne. Në lidhje me përgatitjet për 18 qershorin, Denar Biba tha se emrat e kandidatëve për deputet do të jenë online në faqen e KQZ-s, shoqëruar edhe me CV-t e tyre. Këshilli i Bashkiak i Tiranës miratoi 16 projekt vendimet sipas rendit të ditës pa praninë e opozitës. Këshilltarët e djathtë bojkotuan mbledhjen ndërsa Velia ju përgjigj se puna dhe Oçandra zhvillon qytetin. Një ndër projekt vendimet e rëndësishme të miratuara është ai ndërtimit të një thertorie publike pas 70% e mishit që tregtohet në Tiranë ka origjinë të panjohur. Opozita bojkotoi mbledhjen e Këshillit Bashkiak në shenjë solidarizimit protestës prej 47 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Pyetur për këtë qëndrim, kreu i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike Leonardo Olli tha: Kemi vendosur bojkotimin e mbledhjes së Këshillit për të qenë pjesë integrale e protestës në Çadër. Nuk mund të jemi pjesë e farsave të pseudo-reformave. Ky qëndrim politik i opozitës për kryetarin e bashkisë Erion Veliaj tregon se në qytet ka 2 kategori personash. Ka një palë, një koalicion, një grup si ky që kemi këtu sot, që punon, e ka dhe një palë tjetër që ka zgjedhur të merret me fjalë. Problemi është që mbajtja e zotimeve bëhet e pamundur kur zgjedh t'ia fuzësh gjumit për 4 vjet apo të merresh vetëm me fjalë. Për të zgjidhur hallet dhe problemet e qytetarëve duhet shumë punë dhe vetëm punë, po për punë Çadrën nuk e kemi. Me 32 votat e këshilltarëve të Partisë Socialiste, LSI-s dhe PD-s,
Këshilli Bashkiak miratoi 16 projekt vendimet. Një ndër propozimet e miratuar me rëndësi për shëndetin e konsumatorëve është ngritja e një thertoreje publike për të kontrolluar mënyrën se si theren bagëtit, higjienën dhe standardet. Në këtë pikë, kryetari i bashkisë dha të dhëna shokuese për gjendjen aktuale të tregut të mishit. Nuk dua të ha panik, po dua të them një të vërtetë të cilët fillojmë e korrektojmë sot. 70% e mishit që tregtohet sot në Tiranë ka një origjinë krejtësisht panjohur. Pra nuk dihet as ku theret, as në ç'kushte theret. Gjithashtu në Tiranë do të ngrihet edhe një agjenci për monitorimin e 12 tregjeve. Për rritjen e pagave të punonjësve të bashkisë, reflektimi i tyre u bë në buxhetin afatmesëm dhe rritjen e masës 20 deri në 25% të pagës kanë punonjësit e krahut. Paga e kryetarit të bashkisë nuk do të ndryshojë. Fluturime low cost tani edhe në Shqipëri 2 herë në javë. Kompania Wizz Air fillon fluturimet me tarifa të ulta prej më pak se 30 euro në linjën Tiranë-Budapest. Në inaugurimin e uljes së parë të avionit low cost morën pjesë 2 ministrat e transportit të Shqipërisë dhe Hungarisë. Është ulur në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit avioni i parë i kompanisë Wizz Air, i cili do të operojë në Shqipëri me bileta low cost. Ky avion do të kryejë linjën Tiranë-Budapest dhe Anaseltas në 2 herë në javë të mërkurën dhe të dielën. Udhëtarët që përdorin transportin ajror do të paguajnë vetëm 29.99 euro për fluturim. I pranishëm në ceremoninë e inaugurimit, ministri hungarez i transporteve Robert Homolja tha se kjo iniciativë shërben nxitjes së turizmit mes dy vendeve. I think it's a great moment in the life of the two countries. Mendoj se është një moment i mirë për dy vendet tona. Sot, ne lançojmë një linjë direkte nga Budapesti në Tiranë. Vendet tona do të vijojnë bashkëpunimin në sektorin e ekonomisë dhe kjo linjë është një hap i rëndësishëm në këtë drejtim. Ministri shqiptar i transporteve Sokol Dervisha i premtoi shtimin e orareve të kësaj linje dhe destinacione të reja. Me kalimin e kohës do të shikojmë dhe evoluimin e gjithë marrëdhënies, shtimin e orareve, shtimin e fluturimeve dhe padyshim dhe shtimin e destinacioneve për ta pasur Shqipërinë si një bazë qëndrueshme të fluturimeve të Wizz Airit jo vetëm në linjën Tiranë-Budapest, por dhe në linja të tjera. Wizz Air është kompania më e madhe low cost në Europën qendrore dhe lindore. Brukseli është fajtor për krizën e thellë maqedonase, kështu deklaron ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski, i cili ka argumentuar si shkak të situatës politike mungesën e një perspektive të qartë europiane. Madje Popovski shikon edhe zgjidhje në duart e Bashkimit Evropian nëpërmjet nisjes së bisedimeve të anëtarësimit. Ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski ka akuzuar Brukselin për krizën e rëndë që ka përfshirë vendin. Popovski ka argumentuar si shkak të situatës politike mungesën e një perspektive të qartë europiane. Përveç shkakut, shefi i diplomacisë maqedonase shikon edhe zgjidhje në duart e Bashkimit Evropian dhe pikërisht me nisjen e bisedimeve të anëtarësimit. Pjesa më e madhe e arsyeve për krizën e thellë politike lidhen sigurisht me mungesën e perspektivës së qartë për integrimin evropian të vendit. Sigurisht që edhe zgjidhjet duhet i kërkojmë në kuadër të kthimit të kredibilitetit dhe fillimin e bisedimeve për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Nëse një gjë e tillë nuk ndodh, do të jetë shumë e vështirë të kapërcehen sfidat aktuale të politikës së brendshme. Nga ana tjetër, analistët dhe ekspertët maqedonas paralajmërojnë heqjen dorë të ndërkombëtarëve nga Maqedonia, pasi sipas tyre çdo porosi e Brukselit për zhbllokim të proceseve demokratike ka rënë në vesh të shurdhër. Analistët këtu referohen jo vetëm thirrjeve të aktorëve të rëndësishëm për zgjidhjen e krizës, por edhe vizitës së fundit të kreut të Këshillit Evropian Donald Tusk në Shkup, e cila nuk prodhoi asnjë marrëveshje. Situata ndërkohë vjen të mbetet e njëjtë. Presidenti i vendit Gjorgj Ivanov nuk mandaton kreun e LSDM Zoran Zaev për krijimin e qeverisë së re, me argumentin se platforma shqiptare është antikushtetuese. Edhe kuvendi ndërkohë vjon me seanca boshe të përditshme pa arritur të zgjedhë kreun e ri të tij. Një sasi lëndë narkotike prej 10 deri në 12 gram e llojit heroin është gjetur në tualetin e dhomës së takimeve me familjarët në burgun e Drenovës. Zbulimi është bërë pas informacioneve të marra në mënyrë operative nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, e cila së bashku me shërbimin e kontrollit të brendshëm organizuan edhe operacionin për kapjen e saj. Menjëherë, me urdhër të kreut të burgjeve është pezulluar nga detyra shefi policisë së burgut të Drenovës, Adriatik Parizi dhe efektiv të tjerë. Ndërkaq, vijojnë hetimet për persona të tjerë që dyshohet se janë të përfshirë në këtë aktivitet të palishëm. 2 banda droge që drejtoheshin nga shqiptar janë shkatëruar gjatë 2 operacioneve nga policia italiane në Rom dhe Torino. Porosia bëhej përmes operatorit call center, ndërsa shpërndarësit e picave shisnin kokainë dhe drogra të tjera.
Një band trafikantësh e përbër nga 5 shtetas shqiptar të moshës 22 deri në 50 vjeç ka përfunduar në prangat e policisë italiane të provincës së Romës. Sipas hetimeve, ata shpërndanin drogë në bazë të kërkesave telefonike që mbërrinin operatorin e call centerit të ngritur në një apartament të tyre në zonën Riano të Romës, të maskuar si shpërndarës picash dhe me automjetet të tyre të modifikuar për fshehjen e kokainës. 5 shqiptarët shpërndanin dozat e kokainës të fshehura në karton picash, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e të fejuarës së njërit prej shqiptarëve janë sekuestruar dhe 24.000 euro kesh dhe 870 gram kokainë. Ndërkohë, 2 shqiptarë të tjerë të akuzuar për trafik droge janë arrestuar nga policia e Torinos në bashkëpunim me Drejtorinë Antidrogë të Romës. 2 vëllezërit shqiptar me inicialet SA, 29 vjeç dhe SZ, 23 vjeç ishin në krye të organizatës kriminale që trafikonte lëndë narkotike pothuajse në të gjithë territorin e Val di Susa, në provincën e Torinos. Gjatë këtij operacioni, hetimet e cilit kanë nisur që në vitin 2014, policia italiane ka ekzekutuar urdhër arresti ndaj 17 personave shtetas italian, shqiptar, maroken e rumun antar të kësaj bande, si dhe ka sekuestruar 40 llogari bankare. Përgjimet filmike dhe telefonike kanë vërtetuar se si shqiptari me inicialet SA kontrollonte të gjithë sheshet e trafikut të drogës në territorin e Val di Susa. Të arrestuarit akuzohen për trafik droge e llojit kokain, pilula ekstazisi dhe për armbajtje pa leje. Kriza ekonomike greke duket se po hyn në një tjetër fazë. Athina dhe huadhënësit e saj ndërkombëtar ende nuk kanë arritur një marrëveshje për lirimin e kredisë së re të ndihmës. Kryeministri Aleksis Tsipras paralajmëroi se nëse marrëveshja nuk arrihet këtë javë, ai do të thrasë një samit të liderëve të Bashkimit Evropian për këtë çështje. Nga ana tjetër, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se askush nuk ka për qëllim të ndëshkojë Greqinë. Greqia dhe huadhënësit e saj ndërkombëtar ende nuk kanë arritur një marrëveshje për lirimin e kredisë së re të ndihmës, teksa kryeministri Aleksis Tsipras tha se pakti duhet të arrihet brenda kësaj jave. Ai akuzoi kreditorët se po humbin kohë, duke shtuar se nëse marrëveshja nuk arrihet këtë javë, ai do të thrasë një samit të liderëve të Bashkimit Evropian për këtë çështje. Η αίσθησή μας λοιπόν είναι ότι κάποιοι επιχειρούν να ροκανίσουν τον χρόνο, να βλάψουν την ανάκαμψη. Përshtypja jonë është se ka një tentativë për të humbur kohë, për të frenuar rritjen dhe për të sjellë përsëri skenar negativ në kryesë, jo vetëm për Greqinë, por edhe për Europën. Në një kohë kur kjo e fundit ndodhet në periudhë delikate, me zgjedhje kritike në Francë dhe me tensione mes Brukselit dhe Ankaras. Nëse marrëveshja nuk arrihet këtë javë nga Eurogrupi, do të ketë iniciativa për takime të nivelit më të lartë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ndërkohë tha se nuk kishte alternativë tjetër përveç arritjes së një marrëveshje në Maltë, duke shtuar se askush nuk do të ndëshkojë Greqinë. Our only goal yesterday and today and also tomorrow is to help Greece. Askush nuk ka interes të ndëshkojë Greqinë. Qëllimi ynë vetëm, i djeshmi, i sotmi dhe i nesërmi është të ndihmojmë Greqinë. Kriza në vetvete është ndëshkim. Ne nuk kemi nevojë për masa apo instrumente për të ndëshkuar partnerët tanë. Ju lutem më besoni, qëllimet tona janë vetëm të mira. Bisedimet mes Greqisë, Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë ngrirë për muaj me radhë si pasojë e ndryshimeve në progresin fiskal grek, grevave dhe reformave në tregun energjetik, gjë e cila ka bërë që të shtohen shqetësimet për një krizë të re në Europë. Ministrat e financave të Eurozonës do të diskutojnë gjendjen e negociatave greke të premten në një takim jo zyrtar në Maltë, por zyrtarët thanë se një marrëveshje e plotë ishte e pamundur. Vendet perëndimore kanë akuzuar qeverinë e presidentit Bashar al-Assad, por edhe Rusinë për vrasjen e 10 personave si besojë e përdorimit të armëve kimike. Në një konferencë për mediat, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk deklaroi se sa brutal pra është edhe ky sistemi i qeverisë siriane. Nga ana tjetër, Rusia ka mohuar të gjitha akuzat. Humbja e 10 jetëve të pafajshme në Siri për shkak të armëve kimike ka shkaktuar një debat të ashpër në arenën ndërkombëtare mes vendeve perëndimore, të cilat akuzojnë qeverinë siriane dhe Rusinë për ngjarjen, ndërkohë Moska pretendon se armët e ndaluara u përkisin rebelëve dhe se u përhapën pas një sulmi ajror që goditi një prej bazave të këtyre të fundit. Reagimi më i ashpër ka qenë nga sekretari britanik Boris Johnson, i cili u shpreh se nga të dhënat, gishti mund i drejtohet vetëm forcave qeveritare siriane.
Të njëjtën linjë ka mbajtur edhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, i cili tha se kushdo qofshin përgjegjësit duhet të vendosen përpara drejtësisë. Më lejoni të shtoj edhe zërin tim në radhët e atyre që po e dënojnë sulmin e djeshëm në Idlib. Vrasja e fëmijëve, grave dhe burrave me armë kimike është një tjetër tregues i brutalitetit të regjimit sirian. Nuk është hera e parë që ndodh diçka e tillë dhe sikurse kam thënë edhe më herët, përgjegjësit duhet të vendosen përpara drejtësisë. Ndërkohë, në një konferencë të mbajtur pikërisht për çështjen e Sirisë, ngjarja është dënuar edhe nga përfaqësuesi e lartë të BE-s për politikat e jashtme Federica Mogherini, si dhe nga ministri i jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel. Gjithashtu, ngushëllime kishte edhe nga Papa Francesku. Ati i shenjtë shprehu keqardhjen e tij për atë që po ndodh qytetarëve të pafajshëm që jetojnë në Siri. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar se do të ndërhyjnë vetë në Siri nëse nuk e bën Organizata e Kombeve të Bashkuara. Ambasadori i SBA-s në OKB, Nikki Haley, ka thënë se presidenti i Sirisë Assad nuk ka ndërmend të ndalet së përdoruri armë kimike nëse Rusia nuk ndalet së mbrojturi atë. Për situatën në Siri ka reaguar edhe Ministria e Jashtme e Shqipërisë, e cila thotë se ky akt monstruoz përbën dhunim të konventës mbi armët kimike dhe përbën një tjetër veprim të patolerueshëm, teksa mbështet hetimin ndërkombëtar. Si pasojë e toksikimit, nga lëndët helmuese 72 persona mes të cilëve afro 20 fëmijë humbën jetën, ndërkohë qindra të tjerë kanë shfaqur komplikacione shëndetësore. Qeveria ka ullur të vëshën e turizmit nga 20% në 6%. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave. Ky ndryshim fiskal i kërkuar prej kohësh nga operatorët e turizmit dhe i premtuar nga qeveria Rama që në fushat është bërë në projekt ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar të ndryshuar. Ulja e të vëshës për turizmin u kërkua nga industria me argumentin që Shqipëria të bëhet konkurruese në rajon. Pjesa dërmuese vendeve të tjera të Ballkanit e kanë të vëshën e turizmit 7%. Ulja e të vëshës së turizmit u kundërshtua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe qeveria e bëri të mundur zbatimin e kësaj nisme me përfundimin e marrëveshjes me këtë fond. Vendimi merret në përfundim të mandatit të qeverisë në prag të zgjedhjeve elektorale. Përveç impaktit pozitiv që do të ketë në fushën e turizmit, ky vendim i qeverisë pritet të hap debat të madh, pasi edhe industritë të tjera mund të kërkojnë uljen e tarifës që deri tani ka qenë e unifikuar në 20%. Ndërsa koalicioni Majtë është në kërkim të një zgjidhje për vazhdimsinë e tij, kryetari i LSI-s Ilir Meta takon të rinjt dhe u kërkon të jenë më dinamik për të ndryshuar jetën politike të vendit. Meta kërkon që rinia të sjellë frymën e re që i duhet jo vetëm qeverisë, por edhe parlamentit të ardhshëm. Ilir Meta kërkon frymë të re në parlament dhe qeverinë e ardhshme. Në takimin me të rinj nga Fieri që studiojnë në Tiranë, kreu i LSI-s kërkoi ndryshim të jetës politike të vendit. Unë besoj shumë te të rinjt. Për LSI dhe për mua të rinjt janë të parët dhe jam i bindur se së bashku do të arrijmë vërtet që ne të japim vendit ton një gjenerat akoma më të suksesshme të re në politikë siç jeni ju. Kjo është e vetmja rrugë për ta ndryshuar politikën, për ta shpëtuar jetën politike të vendit, bindur dhe jam i sigurt se ne do të arrijmë këtë gjë, që të sjellim një frymë vërtet të re në jetën politike të vendit, që në parlamentin e ardhshëm, në qeverisjen e ardhshme edhe kudo. Duke apeluar për përfshirje më të madhe në politik, Ilir Meta kërkoi që të rinjt të ndryshojnë të ardhmen e vendit. Potenciali më i madh është rinia, dhe ky është një potencial që nuk duhet të flej, po duhet të zjej, duhet të ndizet, duhet vërtet të japi një dinamik tjetër të ardhmes së Fierit, të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Për Metën, lëvizja rinore për integrim i jep frymëzim politikës shqiptare. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka ka dështuar në garën për të zgjedhur si antar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s. Kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit siguroi 25 vota, 3 më pak se kuota e mjaftueshme për të fituar një post të rëndësishëm drejtues në Qeverinë Europiane të Futbollit. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka nuk e ka dalë të shkruajë emrin në histori si i pari president i këtij institucioni që merr një pozicion drejtues në UEFA. Numri 1 i qeverisë shqiptare të futbollit nuk ka siguruar votat e mjaftueshme për të përzgjedhur në Komitetin Ekzekutiv të organizmit që drejton futbollin në Europë. Në zgjedhjet e mbajtura gjatë kongresit të 41 të UEFA-s në Helsinki të Finlandës, Duka arriti të siguronte 25 vota.
3 më pak se votat e mjaftueshme për të qenë një prej 8 anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv në këtë organizat. Nga 11 kandidatët në garë, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit përfundoi në vendin e 9, teksa vetëm 8 të parët fituan të drejtën të përzgjidheshin në KE. Në votim morën pjesë të 55 federatat anëtare të UEFA-s. Kreu i FSHF-s shpresonte në marrëdhënie mjaft të mirë personale dhe profesionale me presidentin e këtij institucioni Aleksandr Seferin, por edhe tek relatat të jetë korrekte edhe me federatat të ndryshme europiane. Megjithatë, fakti që Shqipëria është një vend i vogël dhe pa forcë në futbollin e kontinentit të vjetër, duket se ka ndikuar në stepjen e disa federatave për t'i dhënë votën e tyre Armand Dukës. Këtë dëshmon edhe renditja ku 8 të përzgjedhurit vinë nga vende me jo pak potencë në futboll si Gjermania, Italia, Holanda apo edhe Polonia me ish-lojtarin e njohur Zbigniew Bonik. Kujtojmë që Duka qëndron në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit që nga viti 2002.